kështu i erdhi fundi edhe kësaj prive, por jo pa i parë të patonat e kësaj jave. Në vazhdim ju sjellim disa detaje të vogla për artistët tanë. A thu kush rën me ty, a thu kush ta fshin lodhin, a thu. Me një zhanër tjetër nga që ishim mësuar të dëgjojmë festimi solli A thu kush në stilin house. Kjo këngë që në ditët e para të lansimit pushtoi dëshirat muzikore të shumë adhuruesve, por djali i vargjeve pritet që edhe kësaj radhe të shënoj mos edhe më shumë. Prive mëson se Lyrical Son ka gati edhe një super bombë e cila gjithashtu do të jetë në një tjetër zhanër. Videoklipi i kësaj këngë e cila do të eksplodojë në qershor do të realizohet në Shqipëri. Edhe kësaj here Lyrical Son ka punuar me të njëjtit producent të këngës A thu kush, Pin the Red Box. Lidhjet në estrad janë shumë normale në rast se ndodhin pasi takimi i shpeshtë që shkakton puna artistëve, sidomos këngëtarëve, e bën të mundshme lindjen e ndonjë nisme të re të dashurisë. Diçka e tillë dyshohet se po ngjan me dy yje të Shqipërisë. Ronela Hayati me sa duket e ka gjetë një partner, pas një kohë që thuhet se ishte single, por me gjas nuk është më. Ajo ka gjetur partnerin e ri e që është Jong Zerka. Këngëtari i cili u bë i njohur nga dueti me Dhurata Dorën për herë të parë lakohet në media për lidhje. E ky raport është shumë i sigurt, të paktën kështu kanë konfirmuar disa burime shumë pranë çiftit. Madje Ronela në Instagram ka postuar një trailer të këngës së Jong Zerkës me mbishkrimin "Ti meriton më shumë se kaq". Ngjarja e fundit në Kumanov ka tronditur fort të gjithë shqiptarët kudo që janë, të cilët kanë qenë në dijeni edhe për dëmet që u janë shkaktuar. E për të dalë në ndihmë, sadopak Bashkombas Vetan në Kumanov do të mbajë një koncert humanitar në të cilin do të marrin pjesë mbi 20 artistë nga të gjitha trevat shqiptare. Me organizimin po merret Besiana Kasami, Big Mama, e cila përmes rrjeteve sociale ka kërkuar mbështetje. Ende nuk është vendosur data se kur do të mbahet, vetëm se është përcaktuar se gjithçka do të ndodhë në stadiumin e Tetovës. Javë më parë ju njoftuam se Ryva Kajtazi është gati për muajt e nxehtë. Ajo është duke punuar për 2 këngë ritmike që për temë kanë dashurinë. Njëra prej këtyre këngëve do të jetë bashkëpunim me Tarabuka Band e DJ Star. Kjo këngë nuk është 100% produkt nga Ryva, pasi refreni është përpunimi një këngë të vjetër. Xhirimet e klipit fillojnë javën e ardhshme. Faleminderit juve shikues të cilët jeni gjithmonë besnik ndaj nesh duke na bërë kështu emisionin numër 1 të showbizit në vend. Faleminderit sponsorit ton Golden Eagle. Ju mund të na gjeni në portalin ton prive.al me të gjitha më të reja sa i përket showbizit shqiptar. Gjithashtu keni edhe kanalin ton zyrtar në YouTube me Prive Plan Kosova. Me kaq po ju lutem të përshëndetur deri në takimin ton të radhës, i cili do jetë të shtunën e ardhshme në orën 19. Natën e mirë dhe mirë takofshim.